Kështu që tash kemi një presion të madh amerikan mbi vendet evropiane që të bëhen më të përgjegjshme sa i përket investimeve në sferën e sigurisë, që të marrin përgjegjësitë e tyre dhe që të zgjohen nga iluzioni dhe nga letargjia se mund pafundësisht të shkojë kjo situatë se paqja është e garantuar një herë për gjithmonë. Pra, siç thot një proverb, siç latin, nëse dëshiron paqe, përgatitu për luftë. Pra, unë e shoh në këtë dimension, këtë presion të jashtëzakonshëm dhe tash ka të bëjë për shkak sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u fokusuar edhe në zona edhe në vatra tjera gjeopolitike dhe ato kërkojnë riorientim të kapaciteteve të tyre ekonomike, ushtarake, financiare, gjë që e bë të pamundur që në të njëjtën kohë të kenë në kontroll të gjitha zonat e botës, e tashmë duke qenë se rivalet gjeostrategjik të SBA-ve po gjithnjë më tepër po agravohen në Azi Parsorë, atëherë paktën vendet evropiane duhet të marrin përgjegjësi për sigurinë e tyre. Në fundit, siç ku më herët pa ta pas rastin ta lexoj një analizë të jashtëzakonshme se pse edhe sikur të fitonte administrata demokrate, përsëri qasja amerikane ndaj Evropës nuk do të ishte një lloj siç ka qenë deri më tani, nga se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë realizuar qëllimin e tyre strategjik në Evropë. Sipas tyre, qëllimi i tyre prej fillimit deri në fund ka qenë që të mos e lejojnë asnjë fuqi evropiane që të bëhet hegemone, pra që pushteti ekonomik dhe ushtarak të koncentrohet në një fuqi. Dy herë ka tentuar Gjermania ta bëjë këtë në shekullin e kaluar, por ka qenë intervenimi amerikan që e ka penguar. Dhe sot thjesht nuk ka ndonjë vend i cili ka kapacitete për ta realizuar hegemoninë e plotë në truallin evropian. Miliarderi Elon Musk ka deklaruar se tërheqja nga NATO do të ishte një opsion. Si e komentoni deklaratën e tij dhe çfarë do të thotë kjo tërheqje në një rast të mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga NATO, duke qenë se edhe Musk është një njeri që është shumë afër Trumpit? Po tash ka disa deklarata që kanë ardhur, është shqetësuese kjo deklaratë, mirë po unë më tepër fokusohem në ato që vinë si reagime zyrtare të Departamentit të Mbrojtjes, të Departamentit të Shtetit, madje edhe vetë të presidentit Trump, i cili në një moment pa deklaruar që nuk është i çmendur që brenda NATO-s të tërheq trupat amerikane nga trualli dhe kontinenti evropian. Pasojat do të ishin apokaliptike nëse kjo tërheqje do të bëhej menjëherë, ne e pam edhe situatën në Ukrainë, ju që sapo e potencuat në pyetjen tuaj, për 2 ditë apo 3 ditë pasi u ngrinë ndihmat amerikane, u pa qartë se Ukraina e ka të pamundur ta vazhdoj betejën dhe rezistencën ndaj imperializmit rus pa këtë asistencë amerikane. Se çka do të mund të ndodhte, unë këtu do t'i referohesha vetëm një intervistë para pak ditë të ministrit të punëve të jashtme të Lituanisë për mediumin Deutsche Welle, i cili ka deklaruar që një skenar i tillë mund të jetë me pasoja të paparashikueshme për kontinentin, madje ai thotë që edhe sikur të gjitha vendet e BE-s duke filluar nga sot të investonin në 5% të GDP-së, jo 2% siç po kërkohet, të duhen së paku 10 deri në 15 vite që të mund të kompensohet vakumi i mundshëm amerikan i sigurisë. Por si Departamenti i Mbrojtjes kanë bërë fjalë për reduktime, Departamenti i Mbrojtjes, vetë sekretari i Mbrojtjes është e vërtetë që ka deklaruar që siguria evropiane nuk mund të jetë shqetësim primar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por qëndrime zyrtare të shtetit, qëndrime zyrtare të instancave kryesore të pushtetit amerikan në këtë drejtim ende nuk kemi pasur. Kreta ajo që kemi dëgjuar është një presion mbi vendet e BE-s që t'i shtojnë më tepër shpenzimet në mbrojtje, gjë që vendet evropiane kanë një sfidë në këtë drejtim. Këtë është një raport shumë i specializuar, i jashtëzakonshëm i kryeministrit Mario Draghi, i përgatitur për nevojat e Komisionit Evropian, i cili flet edhe për situatën e palakmueshme nëpër cilën ekonomike nëpër cilën po kalon sot për sot Bashkimi Evropian, ai bën thirrje që në mënyrë që BE-ja ta mbajë ritmin ekonomik do t'i duhen së paku 800 miliard investime në vit, sidomos në revolucionin digjital që po ndodh, janë i përmend mbi 50 kompani më të fuqishme të botës, vetëm 4 janë në truallin evropian dhe pjesa tjetër janë në Kinë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai bën një paralajmërim shumë interesant, thotë se Evropa do ndodhet ndërmjet 3 zgjidhjeve, në njërin anë ose ta ruaj ritmin ekonomik, do thotë investimet i orientoj në sa i përket sigurimit të hapit në revolucionin digjital, ose ta luaj rolin e një aktori global
Mirë po që të dyja nuk shkojnë bashkë, ajo duhet ta sakrifikoj njërin. E tash vendet evropiane janë në krizë sepse nëse i suspendojnë asistencat e tyre sociale, nëse i suspendojnë për shembull investimet që kanë bërë në shtetin e mirëqenies sociale, kjo mund t'i rikthehet në bumerang sa i përket trazireve të brendshme. Ne pam 2-3 raporte kohën e fundit edhe në Francë edhe në Gjermani që flasin për gjendjen e palakmueshme në të cilën ndodhen forcat e armatosura të këtyre vendeve dhe ndërtimi i dur dhe ploti kapaciteteve nënkupton shkurtime buxhetore në mirëqenien sociale, gjë që si sindikatat dhe grupet e ndryshme që i mbrojnë interesat e shtetit social kanë reaguar ashpër se nuk do ta tolerojnë sipas tyre këtë riorientim buxhetor që ata më tepër e kanë quajtur një lloj psikoze të luftës që po e ndërmarrin liderët e këtyre vendeve me qëllim që të rënohen arritjet e shtetit social që janë të jashtëzakonshme në kontinentin evropian. Çfarë po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës teksa kjo e fundit ka pranuar propozimin për një armë pushim 30 ditor, ndërkohë që Moska ende nuk ka dhënë një përgjigje pozitive në këtë rast, ndërsa nga ana e tij presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nëse Moska nuk e pranon një propozim të tillë, do të ketë pasoja shkatruese. Për çfarë pasoja shkatruese flitet në këtë rast? Po nëse i referohemi tash ende, është ajo si statio ende nuk kemi mediumi Reuters pak më herët shkruante që Moska i ka përgatitur një listë të kërkesave të saj se si do të ishte akceptueshme për të propozimi për armëpushim, po ende nuk ka asgjë publike se çka konkretisht përmbajnë ajo listën e kritereve dhe kërkesave të Moskës. Ukraina e pranoi edhe në një farë mënyrë topin tashmë e zhvendosi tek Moska, arriti të rehabilitojë marrëdhëniet e tensionuara pas asaj që kishte ndodhur në zyrën ovale, që ishte një situatë pa precedent kur para mediave globale një konflikt i tillë që ndodhi ndërmjet presidentit Trump, presidentit Vance dhe kryetarit të Ukrainës Zelenski. Në këtë mënyrë Ukraina arriti që ta rifitojë dhe të rifitoj përsëri ndihmat ushtarake amerikane që ato të mos bllokohen dhe të njëjtën kohë ndarjen e informacioneve të sigurisë. Se çfarë qëndrimi do të merr Moska mbetet të shihet, cilat janë kalkulimet e presidentit Putin, tash është normale, çdo veprim ai do ta bën nga prizmi se a do t'i rikthehet në përfitim apo cila është arsyeja që presidenti Putin është i interesuar që për një armëpushim të tillë. Ai mund të jetë i interesuar vetëm nëse tenton të blejë kohë, sepse është jo strategjike, është alogjike që ta pranojë një armëpushim nëse ai është duke fituar në terren. Pra ose të blejë kohë të rigrupohet, të rigrupojë forcat, të marr pak frymë, në të njëjtën kohë të mos ta shmang presionin e mundshëm amerikan në situatën në cilën ndodhet. Është e vërtetë që kohën e fundit trupat ruse kanë pasur përparim në pjesën lindore, por jo në atë masë shumë të madhe siç është propaganduar. Rusia nuk arritur të realizojë qëllimet e saj të plota kur i kishte artikuluar për fillimin e asaj që quhet si operacion special, sepse Rusia asnjëherë nuk e ka quajtur luftë pushtimin brutal të Ukrainës, por e ka quajtur një operacion special me qëllim të demilitarizimit të saj dhe të denazifikimit të regjimit që ndodhet sipas propagandës putiniste e cila ndodhet në Ukrainë. Pra, nëse Rusia ka bindjen që armëpushimi mund t'i krijojë favore, atëherë ka gjasa që ta pranoj, por nëse sipas kalkulimeve të saj nuk i krijon favore të domosdoshme strategjike, atëherë është e mundur që ta refuzoj atë.